Ja se çfarë i ndodh kockave, diabetit dhe zemrës nëse hani një qep çdo ditë gjatë dimrit. Qepët janë një super ushqim i jashtëzakonshëm për shëndetin, të pasura me vitamina dhe lëndë ushqyese që përmirësojnë shëndetin tuaj në shumë mënyra. Konsumi i rregullt i qepëve mund të ofrojë benefite të mëdha duke ndihmuar në forcimin e trupit tuaj nga brenda dhe nga jashtë. Ja çfarë do të ndodh me shëndetin tuaj nëse filloni të konsumoni të paktën një qep çdo ditë, ose i përfshini ato vazhdimisht në gatime ose edhe si element ushqyes i dietave tuaja. Sipas Healthy Site, këto janë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi i qepëve. Rritje të dëndësisë kockore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj mund të rrisë dëndësinë kockore deri në 5% krahasuar me ato që nuk i konsumojnë qepë. Reduktimi i nivelit të kolesterolit. Qepa ndihmon në mbajtjen e zemrës të shëndetshme dhe uljen e niveleve të kolesterolit dhe enëve të gjakut. Gjithashtu ajo ndihmon që të keni një tretje më efektive. Qepët përmbajnë fibra që ndihmojnë në përmirësimin e procesit të tretjes dhe mbajnë zorrën tuaj më të fortë dhe më të shëndetshme. Qepët janë një zgjidhje shumë e mirë edhe për personat të cilët duan të kenë edhe një organizëm më të fortë. Me përmbajtjen e lartë të antioksidantëve, qepët ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga dëmtimi i qelizave të dëmshme dhe gjithashtu promovojnë shëndetin tuaj. Ndaj konsumi i rregullt i tyre në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer për të forcuar shëndetin. Qepët janë pozitive edhe me elementet e tyre për shëndetin e syve dhe shëndetin oral. Qepët përmbajnë quercetin, një substancë që mbron syt nga katarakta. Ato gjithashtu kanë veti antimikrobike që forcojnë dhëmbët dhe mbajnë gojën tuaj më së të shëndetshme. Qepët janë një produkt i cili do të japë rezultate fantastike edhe në përmirësimin e cilësisë së gjumit. Fibra dietike të qepa ndihmon në promovimin e një tretje të shëndetshme dhe redukton stresin, duke përmirësuar gjumin e mirë dhe duke mbajtur larg komplikacionet. Gjithashtu qepa është e mirë edhe kundër problemeve të lëkurës. Qepët janë të pasura me vitaminën A, vitaminën C, vitaminën E, të cilat të ndihmojnë që të mbani lëkurën më të shëndetshme dhe plot shkëlqim. Ato gjithashtu mund të ndihmojnë në reduktimin e puçrave dhe mund të përdoren për të lehtësuar problemet e vogla të saj. Nëse bëni pjesë të ata që doni të përmirësoni shëndetin e përgjithshëm dhe lëkurën, qepët janë një zgjidhje e shkëlqyer për të përfshirë në dietën tuaj. Kështu elementet e saj ushqyes do të kthehen aleatët tuaj më të mirë edhe në mbajtjen larg të një sër komplikacionesh. Përfshirja e qepës në dietën tuaj sigurisht që do të jetë një ndikim pozitiv në rritjen e vlerave të organizmit. Kështu, nëse hani një qep në ditë, shëndeti juaj do të marrë 10 përfitime, por përdorimi i saj duhet të bëhet gjithmonë në masën e duhur për të ndikuar pozitivisht edhe në shëndetin tuaj. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vite më parë. Qepa është një ushqim i klasit të parë dhe jo vetëm që përdoret në kuzhinë, por gjithashtu mund të sjellë edhe shumë përfitime mbrojtëse për enët tuaja të gjakut, dhe konsumi i saj në mënyrë të rregullt do të ketë një sër elementësh për shëndetin. Qepa është e mirë kundër sëmundjeve kronike. Bashkë me shegë dhe çajin e malit, që cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa renditet ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësinë të parandalojë, por është edhe dobishme në trajtimin e shumë problemeve kronike siç janë sëmundjet koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është e rëndësishme kundër sëmundjeve të shkaktuar nga ushqimi dhe nga mikrobet. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e organizmit, në sistemin imunitar, në funksionet të shëndetshme të hormoneve e të tjera. Qepa do të kthehet një aleat të mirë për shëndetin tuaj të zemrës. Qepa arrin të mbrojë zemrën më mirë se sa produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe mirëmban gjithashtu tensionin e gjakut. Qepa është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të diabetit. Për fat të mirë, qepa ka aftësinë të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë një aleat e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe të mbipeshës.
Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo mund t'ju vinë në ndihmë nëse konsumoni së paku një qep në ditë. Falë qepës do të zbehet gjithashtu edhe dëmi i yndyrnave që shkaktojnë edhe probleme me luhatin e shëndetit tuaj. Konsumi i qepës në mënyrë të rregullt në dietën tuaj do të jetë një aleat i çmuar në mbrojtjen e organizmit edhe kundër qelizave të dëmshme. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri, se njeriu duhet të konsumojë të paktën një qep çdo ditë për të marrë përfitimet e saj. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë substanca të rëndësishme mbrojtëse për imunitetin. Megjithatë, ata thonë se qepa e gatuar nuk humbet shumë prej aftësive të tyre mbrojtëse. Përfshiheni qepën vazhdimisht në sallata, në perime, gjithashtu në gatime me peshk ose me mish. Kështu vlerat që do të merrni nga konsumi i saj do ta kthejnë atë në një nga perimet më të mira me ndikim pozitiv në shëndetin tuaj. Përfshirja e qepës në dietën tuaj do të jetë një aleat i shtuar edhe për shëndetin e përgjithshëm. Sidomos, ajo ndihmon edhe kundër problemeve të sistemit kardiovaskular. Ka shumë probleme kardiovaskulare që mund të përmirësohen dhe të mbahen në kontroll, sidomos edhe me konsumin e qepës në mënyrë të përditshme. Një studim i Universitetit të Utah, të cilët i referohemi sipas Healthside, tregojnë se hormoni i kwercetinës është thelbësor edhe për shëndetin tuaj, sidomos në uljen e presionit të gjakut. Gjithashtu, sulfatet që ndodhen te qepa janë në gjendje të përmirësojnë nivelin e kolesterolit në gjak. Qepët janë një produkt fantastik, të cilat janë të mira edhe për shëndetin tuaj oral. Bindje së zakonshme se qepët shkaktojnë erë të keqe të gojës, sipas ekspertëve u japim një tjetër përgjigje. Përtypja e qepës do të ndihmojë në forcimin e shëndetit të dhëmbëve dhe do të largojë gjithashtu edhe bakteret e këqija që i prishin ato. Qepët kanë veti të mira anti-inflamatore. Sipas një studimi të publikuar në Arthritis Today, të cilit i referohemi, qepa, duke qenë se është e pasur me antioksidant të fuqishëm, ndihmon edhe në lehtësimin e komplikacioneve të artritit. Dhe sigurisht kombinimi i saj në dietën tuaj do të jetë një element i çmuar me veti pozitive në mbrojtjen e shëndetit. Qepët njihen si një mënyrë e mirë për të liruar sinuset e bllokuara dhe për të nxjerrë jashtë edhe problemin e toksinave. Ju mund të shtoni qepën tuaj në çdo vakt, duke përfituar vlerat ushqyese dhe duke mbajtur larg organizmit edhe komplikacionet që i kanosen atje. Përfshirja e qepës në dietën tuaj do të jetë një element i çmuar me veti pozitive për mbrojtjen e organizmit dhe gjithashtu edhe për parandalimin e efekteve anësore. Ju mund të preferoni gjithashtu të merrni edhe qepën e kuqe në bazë të dietave tuaja. Të gjithë e dimë se sa është thelbësore konsumi i perimeve në dietën e përgjithshme. Disa përfitime unike që nuk i keni kuptuar më parë do t'i mësoni në këtë video nga përfitimet që do të ofrojë qepa në dietën tuaj. Ky përbërës i thjeshtë dhe i përditshëm mund të bëjë mrekullin për vlerat që mund t'i ofrojë shëndetit tuaj dhe ta kthejë atë në një aleat të fortë, duke ofruar shumë përfitime për sistemin tuaj imunitar, sidomos edhe në forcimin e nyjeve dhe kockave. Por le të shohim disa nga përfitimet kryesore që do të marrë organizmi juaj nga konsumi i kësaj perime. Qepa është e mbushur me lëndë të larta ushqyese që do të kontribojnë në mbrojtjen e organizmit. Qepa është një thesar i lëndëve ushqyese me kalori minimale, edhe pse ato përmbajnë vetëm 44 kalori për qep mesatare, ato janë të mbushura me vitamina dhe minerale që mbështesin gjithashtu edhe shëndetin tuaj. Veçanërisht të pasura me vitaminën C, qepa do të ndihmojnë në forcimin e sistemit imunitar, gjithashtu edhe në thithjen e mineraleve të hekurit, ndërsa vitamina B6 dhe folati janë thelbësore për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, gjithashtu edhe funksioneve nervore. Dhe kjo do të ofrojë vetëm pak kalori. Qepa do ta mbajë gjithashtu zemrën tuaj më të shëndetshme. Ngrënia e qepës në dietën tuaj duhet të bëhet me kujdes dhe gjithmonë, nëse merrni medikamente të caktuara, duhet të konsultoheni vazhdimisht me mjekun tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.